Orkestra Simfonike e Shkodrës do të çelë sezonin artistik këtë vit me një koncert të veçantë dedikuar kompozitorit të shuar Tishdaia. Në një konferencë për mediat, organizatorët ndan detaje mbi programin artistik 100 vjet muzikë shqiptare. Gjatë fjalës së tyre ata vlerësuan figurën dhe kontributin e kompozitorit në kulturën shqiptare, duke ndarë edhe kujtime personale e profesionale që lidhen me veprën e tij. Në këtë eveniment kaq të rëndësishëm, duke sjellë domethënë një kolos të muzikës ndërkombëtare shqiptare, i cili ka dhënë një kontribut nga të gjitha anët, në të gjitha sferat muzikore, si Tishdaia, domethënë është një diçka shumë e rrallë, edhe që për mua personalisht si Elt më plotëson shumë si muzikante. Për mua nuk do kishte kuptim gjithë viti për vjetorit, 100 vjetorit që filloi me evenimentin Akademinë e Shkencave, me që ai ishte dhe antar i Akademisë, pa Shkodra. Edhe gjithë më pyetën, domethënë, pse, domethënë Shkodra ka qenë një bazë. Ai këtu ka lind, krijimtaritë e para i ka kriju për Shkodrën. Të koncert mallë sepse Tishi nuk është i plotësuar vetëm me një orkestrë simfonike. Tishi është shumë në të gjitha zhanre, pra ka qenë në ansamblin e këngëve vallave ku ka bërë krijimtaritë jashtëzakonshme. Pafund ne kemi sjellë risinë këtë, një vajzë të re që ka marrë në Itali, Agnesa Marku, një artist soprano, ka marrë dhe masterin në Torino. Nërsa kemi sjellë risi tjetër është dhe bandi me pjesën e këngëve që njerëzit i quajnë muzikë e lehtë qytetare, po janë këngë popullore. Edhe unë jam shumë emocionuar që sa më tha Elda për ftesën që do lodhesh Rapsodin. Isha befasuar dhe më erdhi shumë mirë sepse unë këtë koncert e kam luajtur para 17 vjeçe. Dhe tani e risjedh mas 40 vjetëve, është shumë gjë e bukur edhe më thotë e njoh shumë mirë këtë vepër. Tishdaia konsiderohet si një ndër kompozitorët më të rëndësishëm shqiptar, autori shumë veprave të njohura muzikore, përfshirë muzikë filmike, simfonike dhe këngë që kanë lënë gjurmë në historinë artistike të vendit. Krijimtaria e tij vjen të mbetet një referencë rëndësishme për brezat e muzikantëve dhe dashamirësve të artit.